Ditën e sotme kryeministri Rama ka mbritur në vilën qeveritare, ku do të ketë takime individuale me drejtuesit politik të qarqeve për të diskutuar rreth emrave me të cilën Partia Socialiste do të dalë në zgjedhjet e 11 majit. Ndërsa vendimi final për emrat që do të jenë në listat e kandidatëve për deputetët e partisë do të merren në mbledhjen e kryesisë socialiste që do të mbahet më 12 mars. Vetë kryeministri Rama pritet të jetë në listën e hapur të Tiranës, me angazhimin që ka marrë publikisht për drejtimin e fushës në kryeqytet pas arrestimit të Erjon Veliajt. E po ashtu raportohet se janë 4 kryebashkiak që kanë shprehur interes për të qenë në listat e deputetëve. Flitet për kryetarin e bashkisë së Beratit, Ervin Demo, i cili është dhe drejtues politik i këtij qarku, kryebashkiakja e Dimalit, Juliana Mema, kreu i bashkisë së Tepelenës, Tërmet Peçi dhe kryetari i bashkisë së Matit, Agron Malaj. Në listën e mbyllur, kryeministri Rama do të japë më shumë prioritet grave dhe vajzave, ndërsa në listë të hapur do të jenë kryesisht ata eksponentë të Partisë Socialiste që kanë më shumë se 2 mandate, duke i lënë të luftojnë për ulsen e tyre në parlament. Me ne drejt BE-s, me ata në Kënet, gjatë 2 ditëve të takimit me ministra dhe drejtuesit politik, 7 dhe 8 mars, është diskutuar gjithashtu për programin e Partisë Socialiste në çdo sektor dhe retorikën politike që do të duhet të zbatojnë në terren me qytetarët, me ne në BE, me ata në Kënet. Për këtë shkak ai kërkoi dhe një bilans të punëve të bashkive gjatë 10 viteve, 2015-2025, për të gjetur pikat e forta të arritjeve dhe për t'i prezantuar në fushat. Një filtr pritet të kalohet edhe diaspora, duke analizuar punën e bërë deri më tani. Të hënën në Selin Roz, kryeministri Rama do të mbledh bordin e diasporës për të përcaktuar dhe detajet e fushatës elektorale me emigrantët. Dita e sotme është e treta e takimeve të kryeministrit Rama me ministrat e drejtuesit politik në vijim të përgatitjeve të programit elektoral dhe kandidatët me të cilët do të prezantohen para shqiptarëve për zgjedhjet e 11 majit për të fituar mandatin e 4 të qeverisë.